Nuk urohej rregullisht dëshmia e bashkëfshatarit për 45 vjeçarin që ekzekutoi nënën, bëri një skandal vite më parë. Një bashkëfshatar i familjes Dalla Daku reagoi për ngjarjen e rëndë ku djali vrau me sapat nënën e moshuar dhe plagosi rënd baban. Në një prononcim për mediat, Julian Kasapi banor tha se Floriani kishte probleme të shëndetit mendor dhe se vite më parë kishte plagosur një person. Kishte probleme se dia kurohej se e pyeste jati, mori ilaçet apo jo, i thoshte, i mora. Ati erdhi ora, i bie, u rëndua, a i shenjat i ka dhënë vite më parë. Kam qenë në Greqi në ato kohra, bëri një skandal më parë, plagosi Gimetën, më pas, si kur u stabilizua, shkoj edhe në Itali me vlezrit, më pas erdi prap, por stabilitet nuk pati, por si që duket nga që nuk kuroi rregullisht. Nuk kishin probleme financiare, ka shtëpi, vlezrit mirë, vlajn tjetër, vllai ka lokal, as një problem financiar, ka treguar ai. Florian Dalla Daku vrau nënën e tij Fanien dhe plagosi rënd të atin Hasanin.